Kryeministri Edi Rama njoftoi këtë të premte se projekt buxheti për shëndetësinë dhe mirëqenien sociale në vitin 2026 do t'i tejkalojë 1 miliard euro, duke përbërë rreth 4% të prodhimit të brendshëm kombëtar. Në një komunikim publik për rrjetet sociale, Rama tha se qeveria ka planifikuar të rrisëndjeshëm mbështetjen për sistemin shëndetësor me synim përmirësimin e shërbimeve dhe modernizimin e infrastrukturës mjekësore në të gjithë vendin. Një nga risitë më të rëndësishme që përfshin buxheti i ri është krijimi një linje të veçantë financimi për pacientët e onkologjikut, me një fond shtesë prej 15 milion eurosh që do të përdoret për trajtimin e pacientëve me kancer. Për herë të parë, hapim një linjë financimi nga buxheti i shtetit vetëm për këtë nevojë jetike, duke futur 15 milion euro ekstra në shërbim të pacientëve të onkologjikut. Për herë të parë, shërbimi i rikonstruksionit të gjirit për gratë dhe vajzat që kalojnë kancerin do të jepet i plot për të gjitha dhe falas. Sipas kreut të qeverisë, buxheti i ri synon të përfshijë dhe rritjen e pagave në sektorin e shëndetësisë, duke i dhënë më shumë dinjitet dhe motivim profesionistëve të bluzave të bardha. 4600 mjek, infermierë dhe farmacistë, si dhe 14200 teknik dhe laborant do të përfitojnë një rritje të re pagash, çka është edhe një mesazh i qartë për gjeneratën e re të bluzave të bardha se në Shqipëri qëndrohet dhe punohet me dinjitet, dhe se Shqipëria 2030 do të bëhet vendi ku ikja do të jetë thjesht zgjedhje individuale, jo imponim nga pamundësia për të qëndruar dhe punuar këtu. Kryeministri shtoi gjithashtu se viti i ardhshëm do të shënojë nisjen e partneritetit strategjik me QSU-n dhe spitalin prestigjioz San Raffaele të Milanos, një bashkëpunim që pritet të sjellë standarde të reja të trajtimit spitalor dhe zhvillimin e mjekësisë moderne në vend.